Këtë duhet me shpalos hala më shumë, sidomos në media. Na e kemi rini në rrjetet sociale, por përgjegjësit kryesorë të shoqërisë që janë prindrit, familjet, kryefamiljarët, mund t'i gjeni më shumë edhe nëpër media tradicionale. Në këtë rast, ndoshta prezenca në media tradicionale është edhe më e madhe, më e nevojshme, sepse gjithë profesionistët që jeni në institucion, përveç juve, janë ata të cilët gëzoni një respekt për shkak karrierës që keni ndërtu mbi profesionet e juaja. Dhe ai respekt vlerësohet edhe më shumë kur e dim që po bëhet një pikë reference për të dhënat të cilat mund t'i marrim, qoftë për ndotjen e arit, qoftë për respektimin e ligjit tonit ose vaksinimin e fëmijëve se çka do tjetër. Faleminderit shumë Saranda për këto fjalë mira. Unë mendoj se edhe programi si juaj është një program i cili ka tregu dhe rëndësinë, e cila vazhdon edhe shumë rëndësi me vazhdu, me integritet, me të përcjell informata të besueshme për me ndihmu familjeve se si me identifiku apo se si me u qas një probleme këtë mënyrë me te kalu edhe hezitimin ose barierën për me marrë një informat apo me referu për shembull tek institucione shëndetësore. Pse jo?